Benzina dhe dizeli në vend pritet të shtrejtohen ndjeshëm nga dita e hënë pas rritjes së çmimeve në bursat ndërkombëtare të naftës. Qeveria thotë se po e ndjek situatën dhe nesër do të vendoset për masa që do të ndërmerren që tronditja e çmimeve të jetë sa më e butë. Çmimet në bursa ndërkombëtare të naftës u rritën, gjë që pritet të reflektohet edhe më tej në çmimin vendas të karburanteve. Edhe pse vendi paguan benzinën më të lirë krahasuar me rajonin, pritet që të hënën të ketë një rritje shtesë të çmimit të dizelit dhe benzinës. Qeveria ndjek vazhdimisht gjendjen dhe nesër në orën 12 do të marrë masa të jashtëzakonshme për të luftuar çmimet të larta të benzinës. Do të merren masa me të cilat do të lehtësohet tronditja e çmimeve. Para se kjo të kumtojë nga qeveria, opozitarja LSDM edhe sot doli me kritika të ashpra se edhe pas 3 javësh rritje të çmimeve të karburanteve, qeveria nuk po ndërmerr asgjë. Spirali i rritjes së çmimeve të ushqimeve ka filluar, thon nga LSDM. По маркетите се започнати поскъпувањата. Маслото за јадење е над 100 денари. Јајцата над 300 денари. Зеленчукот и овошјето над 100 денари за килограм. Основните производи стануваат луксус. Се најавува и ново покачување на цените на горивата. Потоа, и да се стабилизираат цените на светските берзи, цените во маркетите кај нас нема да се намалат. Поскъпувањата се силен удар врз стандардот на народот. Зошто владата не презема ништо? Чека да се зголеми сиромаштијата. Народот да нема за леп, да не може да се прехрани. Socialdemokratët kërkojnë që qeveria urgjentisht të pranojë masat e propozuara prej tyre, e që janë ulje TVSH për karburantet nga 18 në 5%, ulja akcizës për 4 denar për litër, heqja TVSH për produktet ushqimore bazë dhe përgjysmimi i çmimeve të pagesave rrugore.